Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Një sulm kibernetik kriminal po zhvillohet kundër bizneseve, policia deklaron mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale po njollosin imazhin e Shqipërisë. Fushata antikombëtare orkestruar për sabotimin e bizneseve godet të rënd ekonominë, fushata e shpifjeve shkakton dëme shumë të mëdha sidomos në turizëm. Krim tronditës brenda familjes në Shkodër, një burr vret me çifte bashkëshorten e tij pas një debati në derën e shtëpisë, policia arreston autorin. Kryeministri Rama deklaron se nuk ka frikë nga protestat në rrugë, dorëheqja nuk vendoset nga megafonët, por vetëm nga qytetarët përmes votës. Përshkallëzohen tensionet në lindjen e mesme, ushtria amerikane bombardon objektivat ushtarak në Iran, garda revolucionare mbyll ngushticën e Hormuzit. Vjojmë gjërësisht me zhvillimet kryesore. Kompanitë të mëdha dhe bizneset, veçanërisht ato që operojnë në turizëm, po përballen me një sulm të paprecedent kriminal. Skema organizuar zbuluar nga policia e shtetit, ku janë identifikuar mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale. Ato godasin nëpërmjet komenteve negative si përmarrjet, me synim dëmtimin e imazhit të Shqipërisë dhe sabotimit të ekonomisë. Një sulm virtual me përmasa të mëdha, i ngjashëm me sulmet kibernetike terroriste, është zbuluar nga policia e shtetit, ku i është bërë bizneseve shqiptare. Janë identifikuar si pjesë e një skeme që dyshohet se po përdoret për të publikuar masivisht komente dhe vlerësime negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve turistike, me synim dëmtimin e reputacionit të tyre dhe goditjen e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik. Alarmin e dha drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita, i cili deklaroi se strukturat e hetimit të krimit kibernetik kanë nisur hetimet për verifikimin e platformave online. Hetimet paraprake tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e këtyre llogarive janë krijuar rishtazi dhe janë përdorur për këtë qëllim, për të cilet kanë nisur dhe veprimet hetimore. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogari dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Autoritetet kanë konstatuar raste kur e njëjta llogari ka publikuar komente negative për biznese që ndodhen në qytete të ndryshme të vendit, komente që janë bërë brenda një intervali shumë të shkurtër kohor. Sinkronizimi i postimeve dhe ngjashmëria përmbajtjes po hetohet pasi tregojnë se kemi të bëjmë me një sulm të organizuar. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Hita shton se është urdhëruar intensifikimi i hetimeve për identifikimin e autorëve që fshihen pas sulmeve virtuale të orkestruara. Në këtë kuadër kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqishëm. Policia u bën thirrje të gjitha bizneseve që kanë konstatuar sulme të ngjashme me komente apo vlerësime të rreme, t'i kallëzojnë pranë policisë së shtetit. Fushata antikombëtare orkestruar për sabotimin e bizneseve shqiptare është një goditje shumë e rëndë për vendin tonë. Ekspertët vërejnë se shpifjet dhe njollosja e imazhit të sipërmarrësve shkakton dëme të jashtëzakonshme dhe afatgjata, sidomos në industrinë e turizmit.
Prej ditësh, ndaj bizneseve vendase ka nisur një sulm i orkestruar me qëllime të pastra kundër interesave kombëtare, duke u përpjekur të pengojë dhe sabotoj punën e tyre. Profilet të caktuara në rrjetet sociale po shfrytëzojnë momentin e protestës për të bërë thirrje ekstremiste kundër një grupi biznesesh që sipas tyre nuk i ka mbështetur në kauzën e tyre kundër qeverisë. Por një veprim i tillë radikal dhe i paprecedent për shkak të një euforie të momentit sjell pasoja të rënda në ekonominë e vendit. Absolutisht për mua kjo është e papranueshme, sepse të sulmosh bizneset me vetë do të thotë sulmosh ekonominë e të gjithë vendit dhe të gjithë shoqërisë. Ekonomia nuk është thjesht një apo dy apo x numër të caktuar biznesesh, por është ajo që na ndikon te jeta e gjithë ne që jemi këtu. Mundet që si pasojë e kësaj marketingu të keq apo reklame të keqe dhe uljes së konsumit që mund të jetë kundër disa bizneseve të caktuara, ndikon tek punësimi që ata kanë, tek tatimet që ato paguajnë, ndikon tek qarkullimi, tek xhiro e përgjithshme që ato bëjnë. Dhe si pasojë, në fundit ndikon tek e gjithë ekonomia në tërësi, sidomos nëse bëhet fjalë për një numër të madh biznesesh. Profilet duket që janë të mirë organizuara në nismën e tyre për të sabotuar punën private të bizneseve, duke orientuar edhe si duhet të formulohet një përshkrim i keq, por pa menduar që kjo situatë mund të shfrytëzohet nga konkurrentët në treg. Është shumë e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm që në fillim me mesazhet të këtilla, sepse nuk ndalon me 1, me 2 apo me 3 biznese, por pastaj mund të shkojmë me 10, 20, 100 e kështu me radhë. Mund të jetë edhe një kthimi në një formë të caktuar të eliminimit të konkurrencës apo të disfavorizimit të konkurrencës ku elementet caktuara promovojnë dhe shtyn ose përfitojnë nga kjo lloj dallge sulmuese marketingu keq kundrejt këtyre bizneseve për përfitimet e tyre. Pra në farë mënyrë jo vetëm godasin konkurrencën, por edhe lirojnë sadopak vend në treg, të cilin ato nuk e fitojnë sipas rregullave të tregut, duke konkuruar mbi çmimin, mbi cilësinë. Momenti kur bizneset po përballen me këtë val sulmesh është gjatë sezonit turistik. Një akt antikombëtar në sektorin me zhvillimin më të vrullshëm në vend. Fundit turizmi si shtyllë kryesore e ekonomisë në themel të tij ka emrin e mirë dhe marketimin e Shqipërisë si një vend i qëndrueshëm, si një vend i sigurt, si një vend ku ka cilësi në turizmin që ofrohet. Po tentohet të ketë cilësi në shërbime, edhe pse akoma jemi larg, po tentojmë ta bëjmë këtë gjë. Nëse në këtë val rritse ti vendos këto frena apo vendos këto problematika, atëherë vërtet do sjellë dëm në turizëm, të cilën ne do t'i shohim në vitet që vijnë. Njohës të fushës bëjnë thirrje për vetëpërmbajtje dhe që ky vrull të ndalet menjëherë, duke nënvizuar se ekonomia është e të gjithëve dhe dëmtimi apo zhvillimi i saj na prek të gjithëve e mund të ketë pasoja të pallogaritshme. Një krim tronditës brenda familjes ndodhi në Shkodër. Një burr 62 vjeçar qelloi për vdekje gruan e tij pas një debati në hyrje të shtëpisë. Policia arrestoi autorin e ngjarjes, i cili nuk bëri rezistencë. Shkodra është tronditur mesditën e kësaj të enjteje nga një krim në familje. 62 vjeçari Shqefën Ziçi ka vrarë me çifte bashkëshorten e tij Bardhe Ziçi, 55 vjeç, në derën e shtëpisë. Motivet nuk dihen ende, ndërsa autori është vënë menjëherë në pranga nga policia. Mësohet se kur blut e Shkodrës kanë shkuar për ta arrestuar, 62 vjeçari nuk ka bërë rezistencë, ndërkohë në momentin e krimit nuk ka pasur persona të tjerë në rrugë. Banorët thonë se kanë dëgjuar të shtëna, por nuk i kanë dhënë rëndësi. Sipas tyre, çifti nuk kanë shfaqur asnjëherë probleme apo debate. Zoje Nika, e afërme e familjes Ziçi, shprehet se mes çiftit nuk ka pasur konflikte të mëparshme dhe se ishin njerëz të qetë. Edhe gruaja ka thënë lëzë të pëncet. Nuk ja di kush e tjerë kesh asaj gruaje. Ja. Veç ne nadi shumë kesh. Si u shokatën kjo familje, nadi shumë kesh, shumë. Të dhjën kanë të mirë, por që me do. Debate kur jëm kanë në vishpesher atje, e kur për jesë një debate, dhe shtu ishtua mire. Ata janë prindër të 2 fëmijëve, ndërsa krimi i rënd sipas grupit hetimor është filmuar nga kamerat e sigurisë të bizneseve përreth, që do të përdoren si provë materiale për ngjarjen.
Një konflikt i hershëm mes komshinëve në Korçë ka përfunduar me një të plagosur në lagjen numër 14 të qytetit. Të dy komshinët kanë debatuar më parë për motive banale, ndërsa këtë të njëjtë jashtë banesave të tyre, ata janë përplasur fizikisht dhe njëri prej tyre kanë nxjerrë thikën duke goditur fqinjin 2 herë. Autori i plagosjes, Gëzim Ramka, 54 vjeç, pas ngjarjes, ka shkuar në banesë aty ku është arrestuar nga policia e Korçës. Dyshohet se autori vua nga probleme të shëndetit mendor. I plagosur Rigel Sijanaci, 40 vjeç, ndodhet në reanimacionin e Spitalit Rajonal të Korçës, ku po merr mjekim. Gjatë qëndrimit në Ankara për samitin e NATO-s, kryeministri Rama zhvilloi një takim zyrtar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Takimi u zhvillua në Pallatin Presidencial, ku të dy liderët zhvilluan bisedime së bashku me përfaqësuesit e delegacioneve respektive. Diskutimet u përqendruan në forcimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Turqisë, marrëdhënie dypalqe si dhe zhvillimet dhe çështjet me interes të përbashkët. Në këtë vizitë, kryeministri Rama shoqërohej nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha dhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi. Qëndrimi i Ramës në kryeqytetin turk u zhvillua në kuadër të pjesëmarrjes së tij në samitin dyditor të NATO-s, ku udhëheqësit e vendeve aleate miratuan hapa konkret për forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e shpenzimeve ushtarake, modernizimin e kapaciteteve të sigurisë dhe vijimin e ndihmës për Ukrainën. Një ndër zhvillimet kryesore të këtij samiti ishte vendimi që Shqipëria të presë samitin e NATO-s në vitin 2027, duke vendosur vendin tonë në qendër të një prej takimeve më të rëndësishme të Aleancës së Atlantikut të Veriut. Në një intervistë për mediat italiane, kryeministri Rama bëri të qartë se investimi në Zvërnec do të kushtëzohet vetëm nga përmbushja e standardeve ligjore dhe atyre mjedisore. Rama nënvizoi se nuk i trembet as administratës amerikane dhe as turmave në rrugë. Sipas tij, dorëheqja nuk vendoset nga megafonët, por nga qytetarët përmes votës. Protesta qytetare të cilat tashmë vijojnë prej 40 ditësh nuk e ndryshojnë vendimin e kryeministrit Edi Rama për të vijuar me investimin e Xherret Kushnër në Zvërnec. Për median italiane Corriere della Sera, kreu i qeverisë u tregua i prerë në qëndrimin e tij, ndërsa sqaroi se nuk friksohet nga tubimet. Jo, nuk kam frikë nga administrata amerikane, as nga mediat sociale, as nga turma. Kam përgjegjësi ndaj Shqipërisë. Kriteri nuk do të jetë emri i investitorit, as zhurma globale pro ose kundër Trump. Kriteri do të jetë një: ai përmbush projektit standardet ligjore, mjedisore, arkitekturore dhe strategjike që meriton Shqipëria evropiane? Nëse po, vazhdon. Nëse jo, nuk e bën. Pik. E njëjta qasje e Ramës ishte edhe sa i përket kërkesave të protestuesve për dorëheqjen e tij, duke dhënë si mundësi të vetme për largim, zgjedhjet. Në një demokraci, dorëheqjet nuk vendosen nga megafonët, por nga institucionet dhe qytetarët përmes votimit. Unë kam një mandat të qartë. Kushdo që mendon se duhet të largohem ka të drejtë të organizohet, të garojë dhe të fitojë zgjedhje. Kjo është demokraci. Një ultimatum nuk është demokraci. Shefi ekzekutivit përjashtoi mundësinë që protestat të ndikojnë në procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Jo, protestat paqësore nuk e dëmtojnë procesin. Përkundrazi, ato tregojnë një shoqëri të lirë. Ajo që do ta dëmtonte procesin evropian do të ishte zëvendësimi i sundimit të ligjit me presionin e rrugës ose kthimi i dezinformimit në politikat publike. Për median italiane, Rama u shpreh se është i hapur për dialog me protestuesit të cilët janë realisht të shqetësuar për investimin, ndërsa pretendoi edhe një herë për ndërhyrje të huaja, të cilat sipas tij nuk vijnë nga qytetarët në rrugë, por janë ndërhyrje digjitale që përdoren për interesa keqdashëse ndaj Shqipërisë. Kreu i Komisionit për Mbikëqyrjen Institucionale Fatmir Xhafaj u tregua i ashpër me drejtuesin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Shkaku bë volumi i dosjeve që presin të shqyrtohen. Sipas Xhafajt, gjatë hartimit të hartës së re gjyqësore duhet të ishte caktuar një periudhë tranzitore. Numri i lartë i çështjeve të pashqyrtuara nga gjykata përplasi sot në parlament kryetarin e Komisionit për Mbikëqyrjen Institucionale Fatmir Xhafaj me kryetarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Ilir Rusi.
Xhavaj theksoi se stoku i dosjeve është shkaku kryesor pse qytetarët nuk kanë besim tek sistemi i drejtësisë, duke vënë në dukje se vakancat nuk janë i vetmi shkak për këtë situatë. Më shkruar një perceptim që shumë ditë pune në gjykat me gjyqtarët humbasin për shkak të mungesës në punë, mos prezencës në gjykata dhe eventeve të ndryshme që organizohen në kohën e punës, në një kohë që kjo është prioritet absolut. Sistemi është në një gjendje shumë të vështirë nga ky pikpamje. Xhavaj reagoi edhe ndaj ankesës së Këshillit Lartë Gjyqësor për ambientet e reja, pasi sipas Ilierusit, harta e re gjyqësore, krijimi i një gjykate apeli për gjithë vendin ka krijuar probleme infrastruktura. Si zoti kryetar, ai shitiu aty kur u miratua harta gjyqësore dhe nuk e dinte kolegjia që s'kishte gjykat apeli? Kam qenë kundër hartës gjyqësore. Po kjo nuk do të thotë gjë pse kam qenë kundër unë dhe shu. Po kam qenë kundër pikërisht për këtë gjë. Dhe kemi qenë në sallën lartë dhe i kam thënë Këshillit Lartë Gjyqësor që ju mund ta bëni këtë, po mund ta bëni me fazë tranzitore se s'keni infrastrukturën t'u amundsoj këtë gjë. Po ju insistonin. Dhe doni mendimin tim pse insistoj për t'u bërë vend disa antarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor në atë moment, për të kaluar në apel. Pikpamja ime. Ka dhe disa arsye tjera, po preferoj që të mos jenë sot këtu. Kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor raportoi në parlament se vakancat në sistemin gjyqësor të krijuara si pasojë vettingut pritet plotësohen në vitin 2028. Plotësimi i vakancave, vitin tjetër diplomohen 20 gjyqtar, kandidat për gjyqtar, pas 2 vjetësh dhe 10, dhe do të thotë në vitin 2028 ne i plotësojmë 100% numrin e magjistratëve duke referuar numrit të përgjithshëm. Qeveria ka vendosur të ndryshojë ligjin për administratën publike. Të gjithë ata që duan të punësohen, më parë duhet të kenë kaluar testimin dhe të jenë të pajisur me certifikatën e posaçme. Rekrutimet në administrat do të bëhen sipas një sistemi të ri, fal disa ndryshimeve në ligjin për shërbimin civil, që qeveria ka iniciuar për t'u përshtatur me nevojat dhe kërkesat e tregut. Përmes këtij ligji ne vendosim një testim kombëtar i cili zhvillohet periodikisht dhe jep mundësi çdo personi, çdo të interesuar që të aplikojë për të qenë potencialisht një kandidat për të punësuar në shërbimin civil. Duke marrë këtë provim, kushdo ka të drejtë që të pajiset me një certifikat dhe brenda një periudhe kohe 4 vjeçare të aplikojë për pozicione pune vakante në shërbimin civil. Çdo vit në administrat ka rreth 1000 vende të lira pune, por ministri Adea Pirdeni gjatë një konference me gazetarët shtoi edhe se administrata do të jetë më e hapur për të pranuar profesionistë dhe jashtë sistemit. Ky sistem që kemi krijuar avantazhon patjetër ata që janë punonjës aktualisht në administratën publike. Çfarë mundojmë të bëjmë tani? Është një nga ndryshimet që do të parashikojmë në ligjin për shërbimin civil, që do ta hapim procedurën e aplikimit për pozicione drejtuese, jo vetëm për 20% pozicioneve vakante, por për 50% pozicioneve vakante. Pse? Sepse kemi nevojë për më shumë mundësi, për më shumë fleksibilitet, për të krijuar mundësi edhe profesionistëve të nivelit të mesëm jashtë administratës publike që të bëhen pjesë e administratës publike, por gjithashtu dhe për të konkurrencën brenda administratës, për të mos i krijuar përshtypjen një zyrtari publik që pozicioni që ti ke është aty ti do ish aty për jetë. Adea Pirdeni nënvizoi se interes të lartë aktualisht ka për vende pune që lidhen me menaxhimin e fondeve të OBS, transformimin digjital apo me proceset ligjvënëse. Nga ana tjetër, administrata ka nevojë për profesione si inxhinier hidrik apo hidrokarburesh, të cilat po shkojnë drejt zhdukjes. Policia e Tiranës realizoi 2 operacione duke vënë në pranga 3 persona në akuzën e trafikut të armëve. Atyre u janë sekuestruar 2 pistoleta, një armë gjausi dhe qindra municione. 3 persona kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës gjatë 2 operacioneve të zhvilluara në 24 orët e fundit në kuadër të goditjes së rasteve të armbajtjes pa leje. Në operacionin e parë të koduar shenja, 2 persona u ndaluan në zonën e rrugës të Dibrës në kryeqytet teksa lëviznin me automjet. Gjatë kontrollit, njërit prej tyre ju gjet një pistolet me municion, ndërsa nga verifikimet rezultoi se personi tjetër kishte shkelur masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ndërkohë, në operacionin Kodra, policia ushtroi kontroll në një banesë në fshatin Kodër Kashar, ku zbuloi një pistolet, një armë gjahu dhe 112 fishek. Pronari i banesës, 69 vjeç, u arrestua pasi dyshohet se armët i mbante me qëllim shitjen. Në total u sekuestruan 3 armë zjarri dhe qindra fishek, ndërsa çështja i ka kaluar për hetim prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.